Një 38 vjeçar i cili lëvizte me armë dhe drogë në makinë është arrestuar nga policia e kryeqytetit në rrugën Ali Demi. Në pranga ka rënë edhe pasagjeri i automjetit për mos kallëzim krimi. Të arrestuarit janë identifikuar si Krisalt Kundraxhiu dhe Jurgen Kovaçi. Mësohet se 38 vjeçari Krisalt Kundraxhiu, njësi antar i bandës së Gjergj Çukalit, emër i njohur për policinë e shtetit dhe i lidhur me grupe kriminale. Policia bën të ditur se gjatë kontrollit fizik dhe më tej të banesës së shtetasit Krisalt Kundraxhiu, ju gjetën një armë zjarri pistolet, municion luftarak, një sasi prej 304 gram lënë narkotike kokain, rreth 131 tableta ekstazi, 3 peshore elektronike si dhe pjesë arme. Krisalt Kundraxhiu rezulton të jetë person me precedent penal pasi në vitin 2016 u arrestua nga policia e Tiranës bashkë me të fortin e myslimshyrit Gjergj Çukali dhe disa persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale.